Si e shpjegon ti që u bashkuan ato votat e Partisë Demokratike me Partisë Socialiste për të mos hapur, për të mos filluar rinumërimin dhe sot kemi lajmin që Ilir Meta nga Burgu thuhet që ka kërkuar, ka autorizuar Tedi Blushin që Partia e Lirisë të depozitoj kërkesën KQZ për të drejtën e rinumërimit të votave sepse ka shqetësime. Ka një problem. Lidershipi i Partisë Demokratike gjithmonë e ka ndihmuar instalimin e regjimit të 4 mandateve. Po t'jenë dy s'është regjim. Të lutem, pra të gjithë. Se Partia e Punës se i zhduku ballin kombëtar dhe legalitet. Në mënyrë kategorike, ne para jo më pak se 4 muajsh, opozita bashkoi votat që të mbyllen listat, që të vritet vota e lirë, që të vritet demokracia. Pra, në asnjë mënyrë, as mandatin e 2021-shit dhe as mandatin e 2025-s nuk mund ta merrte Partia Socialiste pa ndihmën e lidershipit të opozitës. Në këtë kontekst, ato janë bashkëfajtor. Problemi është opozita shqiptare, populli shqiptar, derisa kohë do të vazhdojë të ketë eksperimente të tilla, në Shqipëri pozita dhe opozita edhe oligarkët i kanë bashkë, jo ma votat për të heshtur ndaj katraurës që është bërë me zgjedhjet. Në këtë kontekst, unë them, me urgjencë duhet një lidership i ri i opozitës për të bashkuar opozitën në një front. Të gjithë jemi dakord për këtë, po se Odari, Kulluri, si del ky lidership i ri? Nuk shoh asnjë aktor sot në opozitë që të ketë fuqi, legjitimitet për ndryshuar situatën. Asnjë. Fare. Dhe ku flas për legjitimitet, flas për shkak të rezultateve. Kush e ka fare Rama, e ka kap Rama dhe ata? Jo, më po them s'ka legjitimitet, nuk thash që ka kap Rama. Nuk po them këtë. Nuk thash që ka kap Rama njëri, po them që legjitimitet, leadershipi i PD-s nuk ka. Partitë e reja nuk kanë dhe ato, për mendimin tim, as fuqi, as legjitimitet me këtë rezultat, sepse nuk u punua për të rezultat në partitë e reja, u punua për të ullur PS-n në 7 mandate, nga 70 e... Sa ishte Rama? 70 e... Sa ishte më? 78-83. 83. Pra ja doli me suksesën e tjerë, ta ullim në 70. Kështu që këtu ka dështuar gjithë, ta kam të në ditë në parë që ka marrë mas zgjedhjeve, dhe ata aktorë që shikoj, nuk kanë asnjë lloj s'ka modalitet turi. Pra, e para punës të ringjallësh PD-n është e pamundur. Tani Berisha del ditë për ditë bën konferencë shtypje më zotëri. Pa e mban gjallë një lloj flake. Çfarë flake? Ajo është një qiri përballë projektorit.